Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, në vazhdim të temës në lidhje me shtyllat e namazit, gradualisht erdhëm deri te shtylla e 5 dhe e 6 që do ta përmendmi sot në kuadër të shtyllave që i posedon namazi. Në dersin e kaluam kemi diskutuar në lidhje me rukun, që është shtylla 4 e namazit, pa cilën s'ka njeriu namaz. Edhe nëse falet rahat, edhe nëse falet ul, ai domosdoshmërisht duhet me dhënë sinjal se është e bërë rukun. Por ndryshe nuk ka namaz pa rukun. Pra shtyllë nën kupton diçka që pa ta s'ka namaz. E mënyra që sheban, gjendje të rregullt e bëjmë na bim në ruku, drejtojmë kurrizin, edhe themi subhana rabbiyal azim 3 herë. Në gjendje të rregullt e fjala, dhe pa këtë ruku s'ka namaz. Dhe sot me lejen e Zotit Madhërisht do të flasmi për shtyllën e 5 edhe shtyllën e 6 namazit. Dhe të përfundojmë për shkak që të mos zgjatemi shumë dhe të hyjmë tema tjera. Shtylla 5 e namazit, vëllezër të dashur, është sejdja. Nuk ka namaz pa sejdë. Nuk ka mundësi, nuk realizohet namazi pa sejdë. Pra shtylla 5 e namazit është sejdja. Për shembull, ngritmi për rukues drejt, siç e shpjeguam xhumën e kaluar, dhe themi semi Allahu liman hamide. Imami thot semi Allahu liman hamide, xhamati thot rabbana walakal hamd, lështje. Dhe pastaj thojnë Allahu akbar dhe shkojnë në sejdë. Çdo namaz, çdo recat i ka 2 sejdë njëra pas tjetrës. Çdo namaz i ka 2 sejdë, çdo recat në fakt i ka 2 sejdë, njëra pas tjetrës. Pra themi Allahu akbar dhe shkojmë në sejdë drejt. Të dashur vëllezër, kur të bimi në sejdë, na ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ran sejdë me 7 gjymtyr. Me ran në sejdë me 7 gjymtyr të trupit. Nëse njëna prej tyre nshohet qëllimisht, ka pastaj diskutime të dietarëve se e ka prish namazin ose ka prish namazin. Pse? Sepse hadithi është i vërtetë dhe transmeton Ibn Abasi, i cili thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më ka urdhëruar Zoti i Madhërisht që të bi në sejdë me 7 gjymtyr të trupit. Hadithi është kështu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më ka urdhëruar Allahu që të i bi në sejdë me 7 gjymtyr të trupit. Sejdën, që shbat sejdja, ja ka mësu Zoti i Madhërisht me lajkeve, pasaj e ka mësu njerit. Dhe është histori e gatë, për herë të parë kush ka rënë sejdë. E çysh bihet në sejdë, vëllezër? Pra për rukues drejtohemi drejt mirë, themi semi Allahu liman hamide, në heshtje themi rabbana walakal hamd, Allahu akbar, dhe shkojmë gradualisht në sejdë. Kur të bimi në sejdë, 7 pjesë, cilat janë 7 pjesë, janë e para është fytyra. Dhe në fytyrë nën kupton hunda edhe balli. Duhet patjetër më të prek në tokë edhe hunda dhe balli bashk. Sepse shumë njerëz e çet vetëm majën e ballit edhe hunda si prek. Nuk është sejdja kështu. Në sejdë do të merra me fytyrë. Fytyrë në këtë rast kush prek në tokë, prek balli zbashku me hundë. Rafsh. Kjo është një. 2 pjesë tjera, cilat janë duart, shuplakat e dorës. I lëshojna mirë edhe afrojna afër fytyrës. Duke mos e lëshu brylin, jo brylin kështu, po në çet mënyrë. Bryli nuk ban me lëshu në sejdë.
Nuk ban me lëshu bryllin sejdë. Do më thonë absolutisht nuk ban. Është hadith që ndalon me lëshu bryllin në sejdë. Do më thonë pjesa parë, po kuptomi, huna dhe balli, rafsh drejt, tu e ndje afërsinë me Zotin, pastaj dy durt afër fytyrës, shplakat e dorës në shojna, pastaj thot pejgamberi alayhis salam gujt. Domosdoshmërisht janë në pozicion. Edhe kamt, do me thonë nga ana sipër me qenë shojna kamt. Çështu bëhet sejdja. Ndryshe nuk ka sejdë. Për shembull, nëse bjen në sejdë dhe i ngrit kamt, s'ki sejdë. Nuk e di sa është e nevojshme me dal aty publikisht edhe me demonstru që shfalet, sepse na tu spjegu vllazni se namaz është emanet i madh. Allahu nuk pranon gjithçka. Që ta dish, Allahu xhalla wa ala s'ka nevojë për namazin tonë. Ama nëse ne se bojna mirë si ashtu hajrin. Që t'jemi të qartë në këtë çështje. E tashtë, pra bim në sejdë vëllezër me 7 pjesë të trupit. E përfshirëm fytyrën, 1, 2 durt, shubllakat e durve, 2 joint që janë pozicionin e dur dhe shputat e këmbëve në pozicionin e dur. Këto bëjnë 7. Por nëse bim në sejdë, edhe nuk e prek balli sejdën, po e prek veç huna, s'ke bën sejdë. Nëse e prek veç huna tokën dhe jo balli, s'ka sejdë. Që t'jemi qartë. Dhe nëse kera në sejdë, edhe kam t'i ke ngrit të dyjat, se është e mundshme në qatë pozicion, mos më lshu kam tokë. Nuk i sejdë vllajdoshëm. Po flas në gjendje të rregullt atyre që janë të shëndosh. S'po flas në përjashtime, sa që ka sëmundje ose ka defekt ose ka dhimbje në këmbë, është problemi i tij që shfalet e Zoti e ka në rregull. Ne po flasim për gjendje normale. Gjendje fizike normale. Pra bim në sejdë me 7 pjesë të trupit, dhe në sejdë është vajib me thonë Subhane Rabbiyal A'la. Te disa djetarë është vajib, te disa është sunnet. Por na duhet me thonë 3 herë minimumi. Për shkak se në sejdë duhet me komuniku diçka me Zotin. E me Zotin komunikojnë vetëm ai që ka thonë me komuniku. Dhe në sejdë tojna i lartësuar je vetëm ti o Zot. Që sa interesant. Çfarë shprehje e bukur. I lartësuar je vetëm ti o Zot. Sikurse ti përgjëruar Zotit. Edhe tregon dobësinë që ki për balltinë, se ti je në tokë, je përkul. Edhe t'ja thu këtë fjalë Zotit, o Zot i lartësuar i veshti. Vetëm ty të përkulmi. Sepse funi çka ka në tokë dhe në qiell dhe në shtrand Zoti e madhrisht. Edhe toka dhe qiell vëllezër, edhe dielli dhe hana, edhe krijesa tjera bojnë sejdë. Na herë me diskutu këtë me Kur'an. A e shifni nganjëherë shumë me krijesa të ndryshme s'na bojnë përshtypje. A e dini që i bojnë sejdë Zotit? Nuk ka në tokë dhe në qiell krijesë që si banë sejdë Zotit. Përjashtim 2 kategori. Një grupi njerëzve që kanë refuzuar Zotin e mos shkosh në likur të në, dhe një grup tjetër prej gjinëve, prej shejtanëve që kanë refuzuar Zotin e pastaj banë materie xhenemit. Po ndryshe, shka të pash pe krijesave në këtë dunja e pamundura pa ju nështruar Rabbul Alaminit, pa i rënë sejdë Zotit madhreshëm në formën e vet. Pa e madhru Allahu në formën e vetë. Edhe dili kur ninde përëndon, ka thonë hadith për nga meri banë sejdë Allahu dhe pastaj merr leje mu këthy dhe njerë në rrugën ka kalundru. Pra sejdja është shumë e rëndësishme vëllezër. Dhe në namaz është kusht, është shtyll sejdja. Bim pra me 7 pjesë të trupit dhe themi gradualisht ka dalë Subhane Rabbiyal A'la. Po nëse dina i dua tjetër lutu, po mos di çka të shkon mendja, lutu sidomos natën kur falesh nafilën, sejdë dhe shfrytëzo rastin, lutu sepse Zoti i Madhërisht e don robën e vet në sejdë. Pastaj vëllezër,
prej sejdës parë, ngritmi ka dal, Allahu Akbar, drejtohemi, është një dua, kush e di e thot, Rabbik firli warhamni wa'afini, është pak e gati dua. Nëse se di s'ka lidhje, thua Allahu Akbar, që të është 4-5 sekonda, dhe të shkon apet me të njëjtat gjymtyr i ban sejdë Rabbul Alaminit. Dhe thua Allahu Akbar dhe e ban duan. Vëllezër të dashur, nëse je në sejdë dhe ngrit kryet pak përpjet, edhe apet e lëshon të prishet namazit. Zakonisht këta të rritë, fëmijët kur vinë në xhami, i tërjek aty ai që është për rrejthi, edhe ka njerë, po ajo është në fazën fillestare, për ta s'ka problem. Aja o të mësu namazin, ndërsa për njerëz që e dinë shka namazin. Nëse ngrit kokën pak për sejdës, e qënë për tokës, edhe apet e lëshon të prishet namazin. Se s'mun është mi bërë të rrisë sejdë me në reqatë. E namazin se ka maru njeri për e ka caktu Zoti më drishëm. Wallahi, nuk pranon Zoti vepër shkele shko. 2 kushte janë për me pranu Zoti vepër. Një është me bën veprën veç për Zotin e më drishëm. Wallah, ata që nuk e bojnë për Zotin, nuk kanë me gjetë në khirat. Edhe Allah ka me thonë, për ka e ke bojnë këtë dunja shka mërë se vapin. Ne ju thomi njerëzve që japin sadako, vllai dashur, bane një jetë për Zotin. A e ban për halanin, për filanin, për ka push bardh. Wallahi për ka push bardh, s'kam s'ki me gjetë në akiret. Nëse se ke ban për Zotin, Allahu ka me thonë, për ka e keni ban atë punë, shka lëpje se vapet për atina, pikuna me lëpje se vapet. Qish më këthyn nga dunja me lëpje se vapet për halanin, filanit. E ata që kanë ban për Zotin kanë me gjetë. Allahu tha unë nuk e humbje manetin, ju e keni ban punën, unë e kamrujt e manetin. Pra kushti parë për Zotin, edhe e dyta vëllezër, me ban veprën që ka thonë Zotin madhrishëm. Jo që shdushti. Pse feja? Pse Islami është strikt? Se na nuk uzura me prek në Islam. Një shembull shumë thjesht. Në krishterizëm, autoriteti kryesor është papa. Te na musliman nuk është autoriteti kryesor papa. Hoxha. Është libri Allahut, Kurani. Dhe është Rasulullah. Krejt hoxhëllarët mu tranuna me dalë me njanë, nuk muna me ndryshu ata që ka thonë Allah në Kur'an dhe ka thonë pejgamberi. Veç muna me shkatru vetin. Muna me determinu fatin tonë për xhenem, për ndryshje së në ndryshojnë. Se s'ka të shenjt në dynjat për veç Kur'ani dhe pejgamberit. Qysh mu me ka një shenjt une? Qysh mu me ka njëri shenjt kur u rrisit mi, i ka ban 100 gjuna dhe në fund tjetës, e në fund dhe unë jam i shenjt dhe ti fali gjuna atyje. Qysh mu me ka kjo? Cila logik mu me pranu këta? Cila logik e këfjell mu me pranu këtë qështje? Veç gjyko racionalisht, shumë thjesht. Një njeri që dej dje me ty ka bo gjuna dhe me mu, të nësë më thotë unë jam i shenjt dhe ti fali gjuna. Qysh është e më me kjo? Qysh? Kusht ta dha autoritetin e falit gjuna aty? Allahu tha të rëdun e l'alim il gajb. Keni mu këthy të aj që ka kompetencë për më falë. Allahu dha s'kusht tjetër. Dhe aj që gjykon. Pra vlezës po zgjanomi shumë, se po na iki minuta shpejt. Pra të sejdja pa të në qëllimin, do të me ba namazin që shka thonë Zoti Madrishu. Edhe me agjeru që shka thonë Zoti Madrishu, edhe pastaj mjalon dorë Zotit e qështje, me ba me vullnet. Pra sejdën e bajmë që të njërë, edhe njerë, bina prej rukuës drejtomi, shkojna poshtë dhe bëjna sejdë me 7 gjymtyr të trupit. Nëse njëna prej të relëshohet, nuk i sejdë. Dhe thamë gjymtyr të trupit janë, ftyra të përfshin hunën dhe balin bashkë. Pastaj shuplakat e dorëve, afër hunës, jo mu aparesh, vleza. Vëllaj po i shumë i do të rika njerë po që ditmi. Një natë kështë e falë akshamin këtu me do gjema dhe një djalliri më befasaj. Po as gjudo njëri zban që ashtu. E thot ka thonë pejgamberi, more vllai dashur. Apo menon që kjo feja ti që shki qefa. Ti apo menon që këtë din e kupton ti të nejnë kafe, apo du të me derë njerës me kuptu këtë din.
rregulla në Islam. Unë kuptoj pozicionin që ki. Je euforik, ndoshta ke një frikë namaz ku diçka, ke ti kuptoj të sene. Por në sens ta lejoj. Me më kallzu ders nuk ta lejoj. Me më dhon fetva ta lejoj. Sepse si e ti që e fetva. Nuk je. E në përshomi shpesh. Edhe këtu ku e kemi fjallën ku ja tham misen. Qysh bina në sejdë? Kur dina për rrugus. A bina me dur për para me kam. 99.9% të argumenteve në shariat flasin se du të me ra në sejdë, du të me shku në sejdë me guj për para. Tani me ra me dur. Keni pa vlezë do gjemat të në tri, penaltit desh ba trosh të ra me dur për para. Thët ka thonë pejgamberi. Unë nuk e kam temën këtu se kjo temë në zgjatë, tani me një debat në zgjatë, shumë. Me të kallëzu me hadithe, me libra, me ta thjesht pesodit dhe sot një vjetë, unë të kësha mojt desh për këtë punë. Me hadithe, me argumente, për këtë çështje. Po se kemi qëllimin ta, po du me të kallëzu shkam pyetje. Bervë, sa që merë me men, kanë shku deri në atë mas njerëz, sa që e kanë shtin devën më ullë dhe me ra, me po qysh bje deva. Sa dithi është mos bini si devë në sejdë. A i rive se merë vesh këtë punë. Shkaj ka marrë devën në shetinë dhe e ule qënë, me marrë vesh cila pjesë e para është e devës, a është shuplaka, kja. A harën se deva i ka mbi 700 pjesë ato anatomike në trup. Pra te këtu qënë ignoranca. Unë e kuptoj që ki dëshirë me pasu për nga meren. Nuk po du që të popë me i bast me ty, sepse vallahi unë kam që me shku në gjennet. Edhe unë mendoj që e du fort për nga meren. Edhe ko gjë një pjesë tjetë që ja kam pushtu rrugës tina. Edhe deri në ditë gjykimit, deri sa kam ju mërë këtë dunja, une kam qef me nga rrugën e pejgamberit. Por pejgamberi nuk pasohet me ignorancë, por me argumente. Pra që shkolla në sejdë, vëlla, me çka bina në sejdë? 99.9% të argumenteve flasin se në sejdë du të me shku me guj për para, pastaj me dorë. Nda jo të kundërtën. Mos e mundo vetin shumë, vëlla. Pa është e mundshme na herë me shku me dur, është e mundshme. Ki problem në guj, nuk do me lanë peshën komplet, është çështje, sepse Rasulullah i vëllezër, pejgamberi alayhis salam, në fund të jetës tina shumë interesant. Kur e ka bërë sejdën e parë dhe dytën, nuk u çu më një herë, po u drejtu sepse smundja e kalov. Edhe dikush tha, pe gjeratës parë, ndoshta ka sunet kur qumi për 2 sejdëve me pushu pak. Nuk është sunet. Kjo është sunet i Zorit për ata që janë smut. Këtë dietarët e dinë që s'është sunet kjo punë. Vjen djalin 20 vjet për sejdën e dytë, na çomin kama ja la unj, edhe tani çu edhe një herë. Pse i thu po ban kështu? Thot sunet. Kush tha që sunet? Këtë e ka praktiku pejgamberi në fund të jetës së tij, kur e ka sprovu Allah me smundje të ranë. Ama jo të djali ri, se namazi ka rregulla. Ngritja për sejdës në rekat është farz nëse e vanon të prishet namazi. Pra të në detaje shumë të interesante në fe, që ne du të me spjegu gradualisht, me kuptu për shaboban fjallë, dhe në fund, për shkak të kohës, unë të talan dhe pak për në gjumane ashme, edhe pse vendosa me përfundu dhe të jatën, po pas ka shku koha shpejt, tu pe përfundoj, alhamdulillah, rabbil alamin, al-Fatiha.